Përshëndetje të gjithëve, sot kemi makinë veçantë, është klasike, BMW E30, 325 e vitit 90. Kjo është kabrio, kjo ka ngjyrë të veçantë, Calypso Red quhet ngjyra, shumë e bukur sidomos në diell. Kjo është shasi e vogël E30, atëherë ka qenë fiks për kohën e vet. E veçanta është se është kabrio, po si fillim e shohim se ç'a motori ka poshtë kofanos. Hapën e kofanës se ka të veçantë, si ca Jaguara që kanë shumica atëherë. Motori është me izeta, 6 pistonësh në linjë, me 170 kuaj fuqi edhe 226 Nm. Nuk duken si numra të mëdhej, po kjo është e 90-s edhe është makinë e lehtë, nuk është e rëndë, kështu që mjafton për ta lëviz këtë makinë tamam, edhe për ta shiju. BMW-ja njihet për 6 pistonësh. Tani ta shohim edhe interiorin. Është me tapiceri të zezë, lëkure, se ndilën e ka manuale, normalisht, se e 90-s edhe